Si i deleguar i Partisë Socialiste për zonën e Veriut, ministri i Jashtëm Litmir Bushati e konsideron referendumin për mandatin e kryetarit të Selisë Roz të rëndësishëm jo vetëm nga pikpamja e demokracisë, por edhe në aspektin organizativ. Nga Kuksi, Bushati tha se edhe në këtë rast, socialistët do të dinë të tregojnë vlerat e tyre, çka i bën të dallueshëm nga antarësitë e tjera. Besoj se është një risi edhe për vetë demokracinë e brisë shqiptare, sepse për herë të parë një forcë politike thret antarësinë e saj për një çështje për cilën vendosi Kongresi i Partisë Socialiste, por ky proces është i rëndësishëm edhe nga pikpamja e organizimit të strukturës së re të PS-s. E shohim jo thjesht si një ushtrim të demokracisë brendshme, por edhe si një mënyrë për testuar efikasitetin e strukturave të Partisë Socialiste. Bushati ftoi socialistët që të marrin pjesë në votime dhe verdikti i tyre të lexohet drejt. Janë rreth 1840 antarë të Kuksit me të drejtë vote për këtë referendum.